se duhet me prit për lajmërim më së pari. Tash 3 muaj nga e presidentit Trump. Dhe në intervistën time të parën pas zgjedhjeve ka pas këtë synim. Takimet e presidentit në zyre në shtëpinë e bardhë, mbretën e Jordanisë, me presidentin e Ukrainës, e me shumë personalitetë tjera, pak a shumë për ata që njohin politikën, i ka dhënë sinjalet dhe mënyrën çastin e tij ndaj të gjithë se problemeve. Dhe për lajmërimet e mia që duhet sa më shpejt kemi institucione që Kosova të ketë adresën e vet, e të jetë një partner i besueshëm, e i gatshëm për të dhe përgjigje dhe për të pas një adresë të bashkëbisedimit dhe bashkëpunimit, partneritetit në temat e ndryshme, qofshin ato ekonomike, politike dhe rajonale. Unë besoj që kur gjë e re s'ka ndodhur këto 2 ditë të fundit, ka përshtypjen që as atëherë as tash nuk janë duke kuptuar drejt mesazhet dhe zhvillimet që po ndodhin rreth në botë. Nuk mjafton një deklaratë edhe për ta përdorur për 2 e 3 ditë. Një shtet serioz, i përcjell zhvillimet që kanë ndodhur rreth tij, situatën çfarë ka të vetën. Prandaj ai shtet serioz vrapon shpejt e shpejt për të ndërtuar, për të qenë i gatshëm për sfidat që e presin për mes institucioneve. Kështu që kemi dëgjuar ditëve të kaluara, vazhdimisht këtu për ajo që kalkulimet janë krejt politike partijake, flasin për zgjedhje, flasin për kalkulimet të çuditshme për një gjumë e pakuptueshme politike, që si shërbet tani. Shpresoj që qytetarët janë duke dëgjuar, kur po flas janë duke dëgjuar, janë duke parë drejt se një politikan që merr guxim, me thonë për shkak të zgjedhjeve, dhe nuk i shfrytëzon ato që ka ndodhur, dhe që ka dhënë besimin qytetarët për menduar institucionet, nuk e di se si do të shkojnë zgjedhjet. Shpresoj që qytetarët e Kosovës do të reflektojnë edhe do t'i ndeshkojnë të gjithë të papërgjeshmit, të cilët janë gatshëm me marrë përgjegjësi që takojnë. Nëse lejohet kjo seriozitet që çdo 2 muaj me shku zgjedhje për marrë shembull, s'krijon institucione, po të ka botën, ju nuk keni aftësi për të ulur në bombardhje politike. Atëherë këtë që ka mundë me thonë, ju nuk e meritoni besimin e qytetarëve të Kosovës, po më flas për klasën politike. Edhe herë shpresoj që qytetarët e Republikës do ta kuptojnë dhe do ta adresojnë përgjegjësinë drejt ndaj gjithë atyre të cilët kanë mundësi, kanë obligim dhe përgjegjësi me ndërtuar institucionet dhe i shmangin kësaj pune. Dhe kjo shmangje po i kushton Kosovës në dame si ekonomike, si politike dhe mund të na kushtojnë dame edhe gjeostrategjike. Po shihni çka po ndodh në botë. E pak a shumë që kjo është ajo që kam thënë tash 4 muaj. Dhe ne nuk jemi këtu për të komentuar gjëra ditore. Ju jeni. Ne si drejtues duhet të parashikojmë gjërat nga çka po vjen. Cilat janë rreziqet ndaj vendit tonë, cilat janë përparësitë ndaj vendit tonë, çka ne duhet bëjmë të përgatitemi për muajt e vitet në vijim. Po këta njerëz zgjidhen dhe drejtuesit duhet të insistojnë për të parashikuar, lexuar drejt mesazhe, zhvillimet anë kënd Kosovë, rreth Kosovës. Zhvillimet në botë për me mujt me ndërtu një politikë dhe me pozicionu vendin tonë strategjikisht aty ku është interesi i vendit tonë. Dhe ata politikanë që nuk parashikojnë, nuk nuhasin zhvillime politike, ata të janë politikanë mahalla. E të ribohet edhe politike mahalla. Jemi të poshtrin tim edhe të 90 ditëve të fundit, po edhe prej që kanë dalë bizneset në tregun e energjisë kanë paralajmëru shtrejtim të produkteve, ka bizneset të cilat janë mbyllur. Si deputet apo e ndini përgjegjësinë që nuk keni të mundë me Absolutisht, kjo është cikël tash. Pasoja dhe kriza ka me vazhdu kjo cikël asaj që po flasim. Edhe krejt është bërimi është kur edhe herë. Kemi pa një ministri kur jep dorëheqje se ky ministri tregjet destabilizohen në vendet normale. E lemon në një vend ku tash e sa muaj na jemi pa qeverisje. Dhe klima, çka e motivon biznesin është klima, siguria. Siguria e motivon biznesin me investu. Nëse s'ka siguri, nëse s'ka klimë, biznesi ose amortizohet, hesht, ose largohet nga vendi. Dhe këtu ka pasoja. Kështu që unë nuk përshëvisht ato që thatë qëmimin të ekonomikët. Bota është razuar. Jo përshin që po ndodh rreth nesh. Dhe prandaj edhe herë bëj apel të gjithë të forcat politike. Lani egot profesionale, uli, gjëni gjënë e përbashkët, e janë të ndërtojmë institucionet për mes marrëveshjeve politike. E janë sepse ne mund presim, po shteti në Kosova dhe pozicionin i saj nuk mund pres. Gjërat nuk na presin, gjërat ecin.
Çka nëse mas 2 muaj shkon zgjedhje dhe njëjtit kanë ullë përsëri? Kush e ban përgjegjësinë? Ju e dini që të njëjtë që sot reagojnë me postulata morale, bëjmë me këtë, se bëjmë me atë, ju e dini që mbas 3 muajve, edhe me shkon zgjedhje, të njëjtit kanë ullë me bë qeveri. Kush e merr përgjegjësinë atë? Njerëzit s'kanë më ndryshuar, këta që janë. Kështu që apeli im është, e jani ullur. Leni këto egot personale, leni postulatat morale, po uli edhe përmbushni vullnetin e qytetarëve që kanë votuar me shumicë. Sigurisht, unë jam i bindën që po të kishte nisma më tepër deputetësa që ka, nuk do të diskutoj tash do të ishte mbyllur çështja e ndërtimit të institucioneve dhe qeverisjes. Është koha të dham fund hipokrizisë, edhe në politikë, po edhe hipokrizisë shoqërore edhe të qytetarëve. Nuk mundemi paradite me kërku me ndërtu institucione dhe mas ditë me i votu të njëjtit që po ju blokojnë ndërtimin e institucioneve. Unë besoj. Zotri Limaj, tash çdo 28 orë po keni seancë, tash 33 herë. Si do t'ja bëni për pushime verore? Jo, kjo më pani, kjo skandaloze që po ndodh. Besoj që po një siklet keq ka. Po këtu ajo që neve na bën muni pjekur mirë është që megjithatë ne si parti, me këtë mundësi që kemi dhënë mundësi edhe ju dini prej fillimit kemi thirrur për marrëveshje politike dhe kjo është nështë ajo një lloj si me thonë, një lloj situate kur neve na bën muni përgjeshëm, që megjithatë kemi dhënë një opsion. Çdo gjë tjetër që ka shënë këtu, kjo është skandaloze.